Gjuha shqipe kohët e fundit po diskutohet me debate të ashpra midis atyre që mendojnë edhe e trumpetojnë në të idenë atyre se Shqipja është një gjuhë e vjetër, shumë thonë që një nga gjuhët më të vjetra në Evropë dhe jo vetëm në Ballkan, nga vinë gjuhët e tjera evropiane që flitën sot. Mirë po, ne kemi gjuhëtar shqiptar, edhe pjesë gjoje të Akademisë Shqiptare, që ngrihen me çdo kusht me të madhe, të thonë të kundërtën, si ky personi që shifni tashti këtu është në YouTube video, gjuhëtar gjoja ky dhe njëri i Akademisë Shkencëve, me emrin Xhevat Lloshi, që hidhet më të madhe, që të e qunë bile budollik, ignorancë të mendosh që ka pas pellazg e lirë për para shqiptarëve dhe se shqiptarët e kanë prej ardhin nga këto, se gjoja ne jemi një kamp i lirë, një ashtu një kamp i sapo kryum, besëlliqe që as Akademia Serbe Shkencëve nuk e thot. Ja për shembull, nga një rancë do të dëgjojmë, ky thot për pellazgët për shembull, si mund të quajmë pellazgët ne një kamp, ato nuk kanë asnjë fakt ku të bazohemi, nuk kanë varre, nuk kanë që të thonë varë pellazgjike ku të dion. E nga ana tjetër, po ky idiot thot që ne kemi botu një vepër të madhe, që këtu ka që një në territoret ballkanse ku është Shqipëria para 6.000 vjetëve kanë jetuar një popull indian. E ku i keti varret për këta mori klesh kurve, mori idiot, mori psikopat. Po dëgjojeni këtë psikopatin se si flet. Historike të Shqipës. Këtë libër mund ta gjeni të plotë në internet. Dhe ju siguroj që mund shkarkohet lirisht. Kush mund ta lexojë këto dhe ju siguroj që në internet mua më njofton për ditë që ky libër lexohet në Australi dhe në Kambodja. Këtu ky po flet, ky rrot, ky budall, ky idiot. Ky po flet se ky gjoja ka botu një vepër shkencore gjotare që lexohet në gjithë botën, edhe këtë e njoftojnë me internet, se po lexohet në Peru, po lexohet në Kambodja, po lexohet në Han, vetëm një psikopat, një idiot, një megaloman mund të flasë në këtë formë. Mund të marrë një libër të miku tim, Ymer Nurka në Shqipëri në Çantë, edhe mund të jem të fluturu me avion në Japoni, edhe mund të them që po fluturoj, jam në Japoni, por po lexoj librin tatë dhe po kaloj kohën këtu se është rruga gjatë me avion. Kjo s'do thot që dal meri thot që libri im po lexohet në Japoni, nuk prish punë, Sami Gjoka po lexon. Nëse lexon Mans apo e lexon në Han, po lexon Sami Gjoka. Në qoftë se ti ke dokumenta që për shembull këtë libër po e analizojnë për shembull një akademi shkencë në Japoni, atëherë ti mund të thush që ky libër im po lexohet në Japoni, në Kinë edhe këto po shikojeni prallat e këtij idioti. Peru dhe në Namibi, për Francën, Gjermaninë e tjera. Aty kam paraqitur tezat shkencore të shkencës sonë. Pra shikojeni këtë më galaman, këto idiot, që thot nuk ka pas pellazg se s'kemi prova ne që të ketë pellazg, nuk kemi varre që thot var pellazg, por ne kemi prova që në këtu ka qenë një popullsi indiane, ku i ke provat që ka qenë popullsi indiane që s'pas ka pellazg. E ky idiot pastaj ka lënë këtë që unë kam shkruar një libër, që librin tim e lexojnë në Japoni, në Poloni, e Lemon France, po edhe në Peru, edhe në Kambodja. A ka më idiot? A ka edhe këta janë gjotar? E gjojeni. Të shkencës shqiptare, se cila është historia e gjuhës shqipe për një ditë tonë. Ne do të pranojmë që pika e parë, shqiptarët janë popull indo-europian. Të gjitha tezat për pellazgët janë anti-shqiptare. Pra,
të thush që shqiptarët, thot ky idioti, shikojeni më, të thush që shqiptarët kanë ardhur nga Pellazgët ose Pellazgët kanë ekzistuar anti-shqiptare. Pra të vërtetosh që shqiptarët janë vendës, për këtë idiot është anti-shqiptar. Të vërtetosh që shqiptarët kanë ardhur nga Ilirët edhe nga Pellazgët është anti-shqiptar. Por thush që për shqiptarët sapo kanë ardhur në Ballkan nga ca popull indo-evropian që nuk e dim se nga vin, kjo është shqiptare. Me këto lloj njerëzish imi marrë ne. Këto e bëjnë atë gjuhësinë shqiptare që për Shqipën, edhe vetë Serbët, edhe vetë Akademia e Shkencave, për shembull Milan Budimir, një shkencëtar serb, shkruan të paktën 2 libra që i ka botuar Akademia e Shkencave dhe Arteve serbe, që është serb, edhe shkruan për, jo vetëm që Pellazgët, thot në këto Grisi e Pelasti, me lavë Grekët dhe Pellazgët, jo vetë që është gjuetar edhe filozof serb, e ka botu këtë libër në vitin 1950 dhe e ka botu Akademia e Shkencave serbe, që thot jo vetëm që Pellazgët kanë ekzistu, edhe jo vetëm që Pellazgët janë paraardhësit e Ilirëve, Helenëve, që thot dhe atyre Grekëve, por Pellazgët thot këtu dhe sidomos në një libër tjetër që e ka këtë pritse. Ja, është një libër tjetër, Pelasta Slavika, me lafë gjuha Pelazgo-Slavika. Pra, jo vetëm thot Milan Budimir, edhe Akademia e Shkencave vetë, Akademia e Shkencave serbe, jo vetëm që Pellazgët kanë ekzistu, kanë qenë një entity në Ballkan dhe në gjithë Evropën ku janë përfshi. Por ata thot, janë ato që prej atyre formohet gjuha greke dhe bile gjuhet slave. Pra, kënë i nxjerr shqiptarët kë shkurve, që nuk janë autoktonë se bile kanë jetu indian para 6.000 vjetëve. Për këto ka prova ky idiot, për këto ka varre ky idiot, për këto ka mozeume ky idiot, por Pellazgët nuk ka ky, që janë vetëm 2-3.000 vjetë më parë. Pra ky Xhevat Loshi që ju pat këtu. Kur desin, varrosen. Ja, për shembull Pellazgët thot, kur desin, varrosen. Thot për Pellazgët, për desin nuk gjemi fare, nuk ka. Për thot ka fare. Kurse për indian që pas kanë jetu 6.000 vjetë që s'ka asgjë vetëm një teori, ky qun fakte, ky psikopat. Ky është Xhevat Loshi. Në të gjithë historinë e njerëzimit, në të gjitha pikat e globit, ka një kulturë të saktuar të varrimit. Atëherë më thoni, cila është kultura e varreve pellazike? Nuk ta thot dot njëri? Ja, psikopati. Cila është kultura e varreve ilire? Cila është kultura e varreve shqiptare? Cila është kultura e varreve indiane? Dakord, më thuj mu cila që ka kultura e varreve indiane, që janë budulliqi që s'ka, po edhe njëherë, shikoni çfarë teorie, edhe kujt i shërbejnë këto klysh gjotare, që janë të Akademisë Shqiptare, që ngrihen më të madhe, edhe thonë që s'ka Pellazg, nuk ka pas Pellazgji, edhe jo më që shqiptarët edhe po të ketë pas, nuk kanë lidhje me Ilirët, nuk kanë lidhje me Pellazgët, por vikën nga një bot indo-evropiane, edhe prap nuk në tërgo faktet në gjdat kanë ardhë, si kanë ardhë në shruk erdhen me qenë se folka me shkencë kë njeri. Kur vetë, pra, Akademia e Shkencave serbe nuk shkon kaq larg me Milan Budini, nuk ka rëndësi, është Budimir, Milan Budimir, më falni. Edhe të thush që shkenca nuk është marrë, shkencëtarët nuk janë marrë me Pellazgjin, është një pavërtetësi prej sharlatani, prej budallaj, jo vetëm që janë marrë, por filozof të mdhej, edhe gjotar të mdhej, si për shembull
Johan Georg von Hahn. Ky është një gjuhëtar, linguist, diplomat australian, edhe në vitin 1800 në librin e tij që unë s'di në gjermanisht ta shqiptoj mirë, Albanesiches Stadien, ai tregon që jo vetëm pellazgët që flet, jo vetëm pellazgët me fakte, me studime kanë ekzistu, por që gjuha shqipe është vetëm një gjuhë që akoma edhe sot e kësaj dite run elementet pellazgjike. Pra, është bota pellazge është një botë që ka ekzistu, edhe gjuha e tyre simas këtij profesorit, shkencëtarit, diplomatit të 2 shekujve të shkuar australian, janë shqiptarët, janë edhe të vetmit që akoma rujnë elementet e gjuhës pellazge. Edhe ky thot pellazgët nuk kanë jetu, që ky me Akademinë e Shkencave Shqiptare që gjoja bën pjesë, ky psikopat, ky idiot, ky këta, edhe ky duhet të ngrehet me çdo kusht, të kërkoj me qëri në përbot ku është fol një fjalë, ku është thonë një fjali, ku është shkruajtur një kapitull që dokumenton që ne jemi autokton, që ne kemi prejardhjen nga Ilirët dhe Ilirët janë pellaz, kështu siç janë edhe grekët, por jo dalin kundër, por ta trumpetojnë më të madhe që këtu në Shqipëri para 6.000 vjetëve kanë jetuar indian, edhe s'na jep asnjë tjetër provë përveç se më falni P-O-R-D-A, pordha që nxjerr nga goja ky idiot. Sami Gjoka, ju përshëndet.